Zotin tuaj të madh, Odon. Këtu në radio televizionin 21, edhe një mbrëmje bukur, edhe një mbrëmje magjike, edhe një mbrëmje fantastike, me shumë mysafir, le t'i ftojmë ata pa humbur kohë. Kam lexuar dikur një libër, një emër midis nesh. Ai që do të vinë vazhdim, edhe unë e quaj një emër midis nesh. Zonja Zotri, do të vi profesori i ri universitar Korab Sejdiu. Kasia jon. Falenderit shumë për ftesën. Urnonin vendin tuaj, falenderit shumë që po. Veç një sekondë se zoja Miri më duket është tuart. Jo. Po. Profesoru frigova kishe Mihria. Kësh vinë gjo, s'është problem. Jo, jo vëlloj, të mazi se senator policia ku me ditë qka. Ti edhe me avokatash, veç me këto, po do na i shkurëzim a shka? Unë veç me avokat, jo shkurëzim s'du, e di që ti gëzohësh. Jes gëzona heq, gëzona pra to ma shumë se, Valloj nuk të marë ty, bashkë kun femen këtë dy jomës me metë. O valloj, që qa për thëmë, me di që kur nuk martona dhe më hojnë qatë se me ty s'martona për jetë. Unë e të rasë Mihrien. Ja, edhe tash, edhe unë po të bëj bje. Letëm honë qete, pulat, e knojësit, e krejt, po mërë ty s'martonë. Po vëlloj, kanë hongër ty krejt më stanin, ha? Ani, hajtë. Unë njërë jos për vetë. Unë i mënyrë juridike të rasë Mihrie brohen nini 3 paragrafi 7. Vjene modhja, jo dhe shumë, Mihrie broha. Në të të kiqe. Mira, hajtë këtë me shkutën Kosova, ditë para tonë më nuk shë përdua, ma syve e ka thirë avokatin, edhe përdo me bona i farë mushkën e farë diçka kë. Po, din që shto ka njëre se herëm len mas dere, herë mas dore, herë mrapa kamerave... Ka një herë për të janë në shpetë të pasru shpim? Po, ma mbyll derën prej jashtë, son për gjoj qetë, se najdi na dyja, te kina mu marrë shna. Mirie, je shumë e bukur, po duke shumë bukur. Ja, komplementë. Ke javën e ka. Vesh diçka. Advokatin e kam ftu si një kuadër modelit të rive, nuk e kam ftu për tjetër sen, mos u frigati. Po nuk po frigohemi prej advokatit, as pejteje. Po frigohemi për nena, që me nena që ka tënë qëke. Po. Këj ka nena të shtirë. Me shpak, naim, unë dhe zonja Sofie, sonte do të dalim për kontrolet. Dhe dalim. Ta garantoj. Për ty ishte surpriz, po na dyja po shkojmë na një nuk e bogojnë si qakallë, si kur kjo, bova kja dhe dilni. Po nuk e dijet kësaj puna. Vesh, ndalë që pej kontroli, e keni të sigur që bova kja dilni edhe për jashtë. Po, më shkërë dhe. Zonja Zotri, mysafir të ndëruar, do të vinë vazhdim një artisti madh i këngës. Dikur dhimbshëm i kishte kënduar Gyrbetit. Do të aftojmë në mënyrë të veçantë Zonja dhe Zotri, artistin e madh të këngës, dhe në këtë formë. Ja mërzit, mbush me hale, nuk kam lot as të qaje. E kje dhune ndjekje
kërkova. Shaqir Cërvadiku! Shaqir Cërvadiku, falinderit, urdhërën vendin tuaj, ma jep mikrofonin, bajmë duar trokitjet, letë falinderojnë të gjithë ata që bagatojnë të spektakl, magjin tuaj të qujtur Odon, duke filluar nga telespektatori që na djeg në të katër anët nga valet toksore dhe satelitore të radio televizionit 21. Spektatori në salë që në shumësi vjen nga shkolla e mesme teknike Arkitekt Sinani nga Mitrovica. Studentet e Universitetit të Prishtinës, unë kështu i tham Hasan Prishtina, Departamenti i Shkencave Politike. Shkoj me tutje, orkestrin ton që është shumë i veçantë, 3 vasha bukuroshe me violinë e gitarë, maestro i qiftelis Fatmir Makolli.
Doni dasma, ahenqe, e kallin, pro band! A radio televizioni 21 që realizon magjin e quajtur Odeon. Kjo këngë është një kujtim, është një detaj nga brenda shpirtit tim, jetës së plagosur. Kjo poezi është një ndjenjë, është një dhimbje brenda trupit tim, ëndrrës së varrosur. Se nuk u ktheve ti të prita mbrëmë, se nuk u ktheve ti në 7:02, se nuk u ktheve ti më le në hënë, tek vendi jon të jemi vetëm ti të më mash në gjik. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Kjo këngë është një kujtim, është një detaj nga brenda shpirtit tim, jetës së plagosur. Kjo poezi është një ndjenjë, është një dhimbje brenda trupit tim, ëndrrës së varrosur. Se nuk u ktheve ti të prita mbrëmë, se nuk u ktheve ti në 7:02, se nuk u ktheve ti më le në hënë, tek vendi jon të jemi vetëm ti të më mash në gjik. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse, o Zot, përse më ndodhi kjo? Sigur të ishim në një herë bashkë. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na bashkove, përse u zot, kështjona dënove, do ta kuptonim lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Faleminderit Linda! Faleminderit shumë, mbajmë dorë trokitjet, vi unë e marr mikrofonin. Do të nisem nga ky pozicion për të shkuar tek njerëzit që sonte kanë sjellë gjithë të atmosferë të bukur, qofshin nxënësit nga shkolla teknike, qofshin studentët tanë, për të shkuar tek përfaqësuesit e tyre. Jemi këtu tek ata që përfaqësojnë këtë audiencë të mrekullueshme. I kemi dhënë fjalën studentëve, tash i gjithë këta nxënës e shohin ardhmërinë e tyre të ndritur, të bukur. Kur i shohin juve studentëve, lakmi thonë sa më shpejt. Me ditë këta si unë rrinë që aty se mirë është. Zoti Valbon Tishukaj, përfaqësues nga Fakulteti Filozofik, Departamenti i Shkencave Politike. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur tek ne. Mirë se kam gjetur të ndajmë. Zotri Valbon,
Është kënaqësi që gjindem mesin tuaj. Kënaqësia është e jona. Historiku i shkencave politike, se tek ne është diçka e pas luftës. Është një fakultet që është krijuar pothuajse nga i modhi Ukshin Hoti, i cili në Amerikë bazat atëherë ka. Në emisionin tonë sigurisht do të kemi për këtë njeri të madh të kombit shqiptar. Në njërin nga emisionet, barem do ta nxjerrim temën e tij. Po urdhro? Ai vuri themelet e këtij fakulteti. Mirë po, duke kaluar sfida të ndryshme, vetëm deshta ta bëj një ndërlidhje me profesorin Korab që tha. Vaj ma afër atë? Vullneti në Kosovë dhe në Amerikë nuk krahasohet. Mundësitë që jipen në Amerikë janë tepër të mëdha, ndërsa në Kosovë mendoj se akoma jemi të izoluar. Profesori ka pas fjalën? Mendoj. Profesori e ka pas fjalën për vullnetin. Na kemi shumë vullnet, por nuk kemi kurajo me çu deri në fund. Sa studentaj ka Departamenti i Shkencave Politike? E din? Jeni viti i parë, domethënë jena dikon pavarësisht 300 studentë. 300 studentë, 300 politikaj. Po rruga jonë është mirë. Ne kisha po dëshirë ta bëj një se të gjithë e keq kuptojnë politikana. Ne merremi me punën i studiojmë politikanat. Ne mendojmë që në të bëjmë politolog. Ju të bëheni politolog. Unë nga bazat e shkencave politike apo politologjisë, ju do të jepni bazën edhe mundësinë njerëzve që zgjidhen se nuk ka shkollë për ministër, për kryeministër, por janë politikajt e diplomuar, ata që sigurisht ofrojnë mundësi, dituninë e tyre ku eksperiencën e të tjera. Bi fjala, mirë shkon, kryeministri jon me fol çka e shkruajnë ata këshilltarët e ditun. A është ashtu, profesor? Patjetër, I dëshirë e imja personalisht, po ashtu edhe kolegëve të mi, kishte me qenë. E kisha lutur edhe profesorin që t'i hapën dyert studentëve, që ndihmohet studentëve. Me qenë se e ceku tha studentët, po ashtu edhe nxënësit nga shkollat e mesme, janë armi i këtij shteti. Nëse na nuk përkrahemi sot, atëherë kur do përkrahemi? Çfarë ju kam shël dyerta? Në për aspekte, zotë na jem, neve nuk po na jepet përkrahje. Neve po na izolojnë. Neve do të na lejojnë eksperiencat, sikur profesori mendoj që vetëm me një nuk i duhet Kosovës, i duhen 10.000, 15.000, 20.000, po të janë sikur Korabi, Kosova do lëzoj. Bukur ja. I falenderit shumë. Juve i dëshirojmë rrugë të gjatë, të suksesshme në shkencat politike, ardhmëri e këtij vendi. Ky vend është izoluar më shumë nga të tjerët. Nëse na animojmë ka pak është diçka tjetër. Po, drejt me shique, e mira i shkon, na kanë lënë si vëri me zezë dhe nuk është të drejt. Nuk mund me qenë këta ballkanast bash më të mirë se ne, por po presim ditë mira. Një ditë na shtan fundit thonë, hajtë se gjuna, pja u japim. Mendoj që për fund profesori, sikur profesori njerëz, sikur profesori, mendoj që kanë minimum Kosovës. Faleminderit shumë që ishit me ne. Kënaqësia ishte jona. Në emër timin personal dhe në emër të kolegëve të mi nga shkencat politike, ju përgëzojmë për një emision të tillë që është i qelluar me një energji tejet pozitive, mirë po mos ndaloni me kështu, vetëm tutje. Suksese. Evra, telespektatorët e nderuar, jam afruar këtu tek mysafirët tanë që sonte në shumësi që vinë nga shkolla e mesme teknike, arkitekt Sinan nga Mitrovica. Besnik Hoti, e ke fjalën, profesor apo jo? Apo? Kryetari i Forumit të Nxënësve. Jam Besnik Hoti, jam kryetari i Këshillit Nxënësve Shkollat Mesme Klor Teknik Arkitekt Sinan. Besnik, çfarë profilësh? Çka shkollon shkolla e mesme teknike në Mitrovica? Shkolla mesme teknike Ofroje pak atë. Ka shumë drejtime dhe profile arsimore, duke filluar nga gjeodezia, ndërtimtaria, informatika, elektro, komunikacioni rrugor e shumë të tjerë, ofrojnë kuadra dhe është një vizion i shkollës që të bëj avancimin, aftësimin dhe përgatitjen e nxënësve për tregun e punës. Për me ditë. Për me ditë sa gjenerata po vinë të reja në numër, sepse neve dalim, sa e di, dikun bit 20.000 të ri
shkojmë në moshën madhore në... Sa nxënës e ka shkolla juaj? Gjatë këtij viti shkollor 2012-2013, shkolla jonë numëron 1014 nxënës dhe një kuadër për profesorë për 75 profesor. 1014 nxënës. Unë ju falenderoj nga zemra, ju Mitrovica kur vini akoma na tingëlloni si një plagë në zemër, shpresat janë, shpresat des e fundit dhe nuk do duhet të vdiste asnjëherë për Mitrovicën tonë. Faleminderit që ishit me ne. Faleminderit shumë. Besnik Hoti. Po? Ndoshta diçka ceku në emër të forumit të Nur, në emër të nxënësve të shkollës teknike, ju falenderoj përzemërsisht që keni pranuar që të marrim pjesë në spektaklin e dën. Që tregojmë edhe tjerëve se nxënësit në teknikë nuk janë numër, por nxënësit e teknikës janë emër. Faleminderit. Faleminderit. Ecim tutje. Ilir. Negji na u ka martu më ram, njërin nga ndriqusit. Na u ka martu më ram, bile. Kur erdhi për të filluar punën, tha, çka kisha pranu një dhurat prej teje, i thash, po urdhëro, tha, një parfumte? E bukur kjo? Programi do të vazhdoj akoma, por unë do t'i falenderoj nga zemra pjesëmarrësit në panelin tim sonte, profesorin e nderuar Korab Sejdiun. Zoti profesor, falenderit që ishe me ne. Shumë falenderit. Falenderit profesor. Sofi, shumë falenderit. Në me kërgjina për që të punin, falenderit. Tuj zotë dhash bere qëtë se keni pi diçka, e keni. Veç edhe një kësha pjesë ishit mira. A ta jepim prapa Edhe doshta me kujta. vazhdu se sa kja që zdoshta me të pengue. Po? A gjina em, ati studentit i kësha thonë, o ti, student, Po? o ti, hotja, cili këti. Allah, i kësha thonë që qysh na i kanë shtitutën politikonat që ta që kemë. Kur dherën juve mjavë qelë s'kemë. Kalzoj drejt. Falenderit shumë. A e për juve. Sa që Cërvadiku ishte knasi që ju këshim sonte në Odeon. Për herë presim këngë të bukura nga interpretimi jot, kurajo jot, shpirti jot, mundësi tua. Ishte jem në emisionin tuaj, edhe i përshëndes gjithë, punë të marë edhe punë të gjatë me vite tëra në këtë emision. Falenderit sa që Cërvadiku, shumë falenderit. Mirje, falenderit. Atmosfere bukur këtu në Odeon, në këtë skenografi të mrekullueshme me një publik të papar. Para një koloriti fantastik që kanë ditë të na sjellin shoqëria kultura artistike Bajram Curin nga Prishtina. Një shoqëri me traditë e që shpesh do ta kemi në spektaklin ton, që në vete ka grupin folklorik, atë popullor, këngëtar, e mbi të gjitha valltar të mrekullueshëm, të ri, entuziast. T'ju tham të drejtën, dikur e kisha filluar vetë në këtë shoqëri dhe ndjehem shumë krenar për këtë gjë. Shoqëria Bajram Curi e Prishtinës. Për herë, emër i madh. Do të ftoj pa humbur kohë në ndor trokitje tuaja. Njërin nga këngëtarët e kësaj shoqërie, Abdyl Babatinca. Abdyl, mirë se erdhe. Jem su me mbajt veç kur këndon. Vetëm kur këndon, e vërtet. Abdyl, kur unë kam qenë Bajram Cur, ju keni qenë Bajram Cur. Po. Edhe vazhdoni besnikrisht të qëndroni në Bajram Cur. Besnik Bajram Curit që ndihem shumë krenar që jam në kodër kësaj shoqërie që e meriton një dërtërkitje të madhe nga publiku. Unë anonqova se do t'jini në javët në vazhdim me pikat të ndryshme nga shoqëria juaj, nga shoqëria jon, e Prishtinës, e Kosovës e përbashkët. Çka do të na këndosh sonte? Sonte do të këndoj një këngë Mirë se vjen dita e shqiptarit. Mirë se vjen dita e shqiptarit. Erdhi dita e shqiptarit. Abdyl Babatinca, Bajram Curi.
atë kohëta, o mor për flamurin. Dritë tjera të për shqiptarët, që nga trojet kur nuk shkullen. Shqipën tonë sot e njohu bota, i takon deri fitimtari. Në Kosovë të rohoj epoka, nise vjen dite shqiptari. Shqipën tonë sot e njohu bota, i takon deri fitimtari. Në Kosovë të rohoj epoka, nise vjen dite shqiptari. Ku shkoj flatëra, qëllë Kosovës, për ka djelit dhe vetë timës. Brek Turqinit, sharte tovës, qa mërim bish kam pikëllimës. Qovë shahapal, moj shqiponja lore, moj mbretenesh, o e qelit katër. Kur ta kosh pushe bere kore, me mi krytar kahane arëpër. Shqipën tonë sot e njohu bota, i takon deri fitimtari. Në Kosovë të rohoj epoka, nise vjen dite shqiptari.
plagosur. Kjo poezi është një ndjenjë, është një bindje brenda trupit tim, në ndrës së varrosur. Se nuk u ktheve ti të prita mbrëmë, se nuk u ktheve ti në 7:02, se nuk u ktheve ti më lënë hënë, tek vendi jon të jemi vetëm ti më mash në gjithë. Përse u zot, ti s'na më shkove, përse u zot, kështu lëndënove, do ta kuptoni lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na më shkove, përse u zot, kështu lëndënove, do ta kuptoni lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse, o Zot, përse më ndodhi kjo? Sigur të ishim në një herë bashkë. Përse u zot, ti s'na më shkove, përse u zot, kështu lëndënove, do ta kuptoni lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na më shkove, përse u zot, kështu lëndënove, do ta kuptoni lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na më shkove, përse u zot, kështu lëndënove, do ta kuptoni lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Përse u zot, ti s'na më shkove, përse u zot, kështu lëndënove, do ta kuptoni lirën e rinis, e ndale frymën tonë të dashuris. Faleminderit Linda. Faleminderit shumë. Mbajmë dorë trokitjet, vi unë e marr mikrofonin. Do të nisem nga ky pozicion për të shkuar tek njerëzit që sonte kanë sjellë gjithë të atmosferë të bukur, qofshin nxënësit nga shkolla teknike, qofshin studentët tanë, për të shkuar tek përfaqësuesit e tyre. Jemi këtu tek ata që përfaqësojnë këtë audiencë të mrekullueshme. I kemi dhënë fjalën studentëve, tash i gjithë këta nxënës e shohin ardhmërinë e tyre të ndritur, të bukur. Kur ju shohin juve studentëve, lakmi thojnë sa më shpejt. Me ditë këta si unë rrinë që aty se mirë është. Zoti Valbon Tishukaj, përfaqësues nga Fakulteti Filozofik, Departamenti i Shkencave Politike. Mirëmbrëma, mirë se ke ardhur tek ne. Mirë se kam gjetur të ne. Zotri Valbon, Është kënaqësi që gjindem mesin tuaj. kënaqësia është e jona. Historiku i shkencave politike, se tek ne është diçka e pas luftës. Është një fakultet që është krijuar pothuajse nga i modhi Ukshin Hoti, i cili në Amerikë Bazat atëherë ka. Në emisionin tonë sigurisht do të kemi për këtë njeri të madh të kombit shqiptar. Në njërin nga emisionet, barem do ta nxjerrim temën e tij. Po urdhro? Ai vuri themelet e këtij fakulteti. Mirë po, duke kaluar sfida të ndryshme, vetëm ndeshta ta bënë një ndërlidhje me profesorin Korab që tha. Bëjmë afër atë. Vullneti në Kosovë dhe në Amerikë nuk krahasohet. Mundësitë që jipen në Amerikë janë tepër të mëdha, ndërsa në Kosovë mendoj që akoma jemi të izoluar. Profesori ka pas fjalën? Mendoj. Profesori e ka pas fjalën për vullnetin. Na kemi shumë vullnet, po nuk kemi kurajo me çu deri në fund. Sa studentaj ka Departamenti i Shkencave Politike? E din? Jeni viti i parë, domethënë jena dikon pavarësisht 300 studentë. 300 studentë, 300 politikarë. Po rruga jonë është mirë. Ne kisha po dëshirë ta bëj një, se të gjithë e keq kuptojnë politikana. Ne merremi me punën, i studiojmë politikanat. Ne mendojmë që në të ardhmen të bëjmë politolog.
ju të bëheni politolog. Unë nga bazat e shkencave politike, apo politologjisë, ju do të jepni bazën edhe mundësi njerëzve që zgjidhen se nuk ka shkollë për ministër, për kryeministër, por janë politikajt e diplomuar, ata që sigurisht ofrojnë mundësi dituninë e tyre ku eksperiencën e të tjera. Bi fjala, mirë shkon, kryeministri jonë me folë çka e shkruajnë ata këshilltarët e ditun. A është ashtu, profesor? Pa tjetër, I dëshirë e imja personalisht, po ashtu edhe kolegëve të mi, kishte me qenë, e kisha lutur edhe profesorin, që t'i hapën dyrë studentëve, që ndihmohet studentëve, me qenë se e ceku, tha studentët, po ashtu edhe nxënësit nga shkollët e mesme, janë armja e këtij shteti. Nëse na nuk përkrahemi sot, atëherë kur do përkrahemi? Qa jo kam shel dyrë? Në për aspekte, zotin na em, neve nuk po na jepet përkrahje. Neve po na izolojnë, neve do të na lejojnë eksperiencat, sikur profesori mendoj që vetëm me një nuk i duhet Kosovës, i duhen 10.000, 15.000, 20.000, po të jenë sikur korabi, Kosova do lëzoj. Bukur ja. I falenderit shumë. Juve i dëshirojmë rrugë të gjatë, të suksesshme në shkencat politike, ardhmëri e këtij vendi. Ky vend është izoluar më shumë nga të tjerët. Nëse na pianimojmë ka pak është diçka tjetër. Po, drejt me shique, e mira i shkon, na kanë lënë si vëri me zezë dhe nuk është të drejt. Nuk mund me qenë këta ballkanast bash më të mirë se ne, por po presim ditë mira. Një ditë na shtan fundit thonë, hajtë se gjuna, pja u japim. Mendoj që për fund profesori, sikur profesori njerëz, sikur profesori, mendoj që kanë minimum Kosovës shumë. Faleminderit shumë që ishit me ne. Kënaqësia ishte jone. Në emrin timin personal, në emër të kolegëve të mi nga shkencat politike, ju përgëzojmë për një emision të tillë që është i qelluar me një energji tejet pozitive, mirë po mos ndaloni me kështu, vetëm tutje. Suksese. Pra, telespektatorët e nderuar, jam afruar këtu tek mysafirët tanë që sonte në shumësi që vinë nga shkolla e mesme teknike Arkitekt Sinan nga Mitrovica. Besnik Hoti, e ke fjallën, profesor, apo jo? Apo? Kryetari Forumit të Nxënësve. Jam Besnik Hoti, jam kryetari Këshillit Nxënësve Shkollat Mesme të Lartë Teknike Arkitekt Sinan. Besnik, çfarë profilësh? Çka shkollon shkolla e mesme teknike në Mitrovica? Shkolla mesme teknike ka shumë drejtime dhe profile arsimore, duke filluar nga gjeodezia, ndërtimtaria, informatika, elektro, komunikacioni rrugor e shumë të tjerë, ofrojnë kuadra dhe është një vizion i shkollës që të bëj avancimin, aftësimin dhe përgatitjen e nxënësve për tregun e punës. Për me ditë. Për me ditë sa gjenerata po vinë të reja në numër, sepse neve dalim, sa e dim, dikun bit 20.000 të ri, shkojmë në moshën madhore në... Sa nxënës e ka shkolla juaj? Gjatë këtij viti shkollor 2012-2013, shkolla jo numëron 1014 nxënës dhe një kuadër për profesorë për 75 profesor. 1014 nxënës, Unë ju falenderoj nga zemra, ju Mitrovica kur vini, akoma na tingëlloni si një plagë në zemër, shpresat janë, shpresat des e fundit dhe nuk do duhet të vdiste asnjëherë për Mitrovicën tonë. Falenderit që ishit me ne. Falenderit shumë. Besnik Hoti. Po? Ndoshta diçka ceku në emër të Forumit të Nor, në emër të nxënësve shkollës teknike, ju falenderoj përzemërsisht që keni pranuar që të marrim pjesë në spektaklin e dën. Që tregojmë edhe tjerëve se nxënësit në teknikë nuk janë numër, por nxënësit e teknikës janë emër. Falenderit. Falenderit. Ecim tutje. Ilir. Negji na u ka martu më ram, njërin nga ndriqusit. Na u ka martu më ram, bile. Kur erdhi për të filluar punën, tha, çka kisha pranu një dhurat prej teje, i thash, po urdhëro, tha, një parfumte? E bukur kjo?
Programi do të vazhdoj akoma, por unë do t'i falenderoj nga zemra pjesëmarrësit në panelin tim sonte, profesorin e nderuar Korab Sejdiun. Zoti profesor, falenderit që ishe me ne. Shumë falenderit. Falenderit profesor. Sofi, shumë falenderit. Ja me kërgjina për që të punina, falenderit. Tuj zotin dosh bereqet se keni pi diçka, e keni. Veç edhe një kësha pjesë ishit mira. Ata jepim prapa Edhe doshta me kujta. vazhdu se sa kja të doshta me të pengue. Po? Agjina em, ati studentit i kësha thonë, o ti student, Po? o ti hotja, cili keti. Alo, i kësha thonë që qysh na i kanë shti politikonat që ta që kem. Kur dere njuhem javë qelë s'kem. Falenderit shumë. Edhe për juve. Shaqit Sërvadiku ishte knasi që ju këshim sonte në Odeon. Për herë presim këngë të bukura nga interpretimi jot, kurajo jot, të shpirti jot, mundësi tua. Ishte jem në emisionin tuaj, edhe i përshëndes gjithë, punë të marë edhe punë të gjatë me vite të tëra në këtë emision. Falenderit Shaqit Sërvadiku, shumë falenderit. Mirie, falenderit. Atmosfere bukur këtu në Odeon, në këtë skenografi të mrekullueshme me një publik të papar. Para një koloriti fantastik që kanë ditë të na sjellin shoqëria kultura artistike Bajram Curin nga Prishtina. Një shoqëri me traditë e që shpesh do ta kemi në spektaklin ton, që në vete ka grupin folklorik, atë popullor, këngëtar, e mbi të gjitha valltar të mrekullueshëm, të ri, entuziast. T'ju tham të drejtën, dikur e kisha filluar vetë në këtë shoqëri dhe ndjehem shumë krenar për këtë gjë. Shoqëria Bajram Curi e Prishtinës. Për herë, emër i madh. Do të ftoj pa humbur kohë në ndor trokitjet tuaja njërin nga këngëtarët e kësaj shoqërie, Abdyl Babatinca. Abdyl, mirë se erdhe. Mbaje se jem su me mbajt veç kur këndon. Vetëm kur këndon, e vërtet. Abdyl, kur unë kam qenë Bajram Cur, ju keni qenë Bajram Cur. Po. Edhe vazhdoni besnikrisht të qëndroni në Bajram Cur. Besnik Bajram Curit që ndihem shumë krenar që jam në kodër kësaj shoqërie që e meriton një dërtërkitje të madhe nga publiku. Unë anonqova se do t'jini në javët në vazhdim me pikat të ndryshme nga shoqëria juaj, nga shoqëria jon, e Prishtinës, e Kosovës e përbashkët. Çka do t'na këndosh sonte? Sonte do të këndoj një këngë Mirë se vjen dita e shqiptarit. Mirë se vjen dita e shqiptarit. Erdhi dita e shqiptarit. Abdyl Babatinca, Bajram Curi. Mirë se vjen dita e shqiptarit.
Qartë e tovës, qanërim bishkam pikëllimës. Qofsha fal, moj shqiponja nore, moj mbrete nesh, o e qelit kaltër. Kur ta kosh pushë e bëre e kore, me mi kryta kane arëpër. Shqipen tonë sot e njohu bota, i takon deri fitim pari. Në Kosovë, rohoje poka, mi se vjen t'i të shqipta.
mirë, zëhuni bukur, shihni ëndra të mira, mirë pafshim javën tjetër.